Mario Panushi, fituesi i luanit argjend në teatrin e Bienales së Venecias. Regjizori i ri shqiptar Mario Panushi është nderuar me çmimin prestigjos luani i argjend në teatrin 2026 në Bienalen e Venecias, duke vlerësuar rrëfimet e tij teatrale me gjuhë poetike dhe vizuale që eksplorojnë përvojat e pikëllimit, idhërimit dhe traditat familjare. Me motivacionin e Bienales, thuhet se Panushi përdor heshtjen si një element komunikimi të fuqishëm, ndërsa teatri e tij e përshkron inteligjenca politike dhe eksplorimi i kontraditave të kohës sonë. I lindur në vitin 1998 në Shqipëri, ai u shëndos me familjen në Greqi, ku përfundoi konservatorin e dramës në Atinë. Debutimin e tij të parë e bëri gjatë pandemisë me shfaqjen Ragata, e ndjekur më pas nga Mirupafshim Lindita dhe triologjia e tij e njohur Taverna Mirësia. Vepra e tij është pritur me entuziazëm në teatrin kombëtar të Greqisë dhe ka nisur turne ndërkombëtar, duke tërhequr vëmendjen e mediave si New York Times, BBC, The Guardian, Le Monde, Libération e të tjera. Prodhimi i tij më i fundit, Mami, është një bashkëprodhim ndërkombëtar duke shfaqur me sukses në festivalin e Avignonit dhe është vlerësuar me mjeshtërinë vizuale dhe emocionale. Pavarësisht shfaqjeve ndërkombëtare, vepra e tij origjinale mbajnë titull shqip.